Kosovo, much progress has been made for political and electoral participation of women. As we could see in the general elections in February at the start of this year, we saw the highest number of women elected as representatives since the first assembly legislature in 2001. And among them, 38 were directly elected, with only 7 securing their seats through the legislated quota. In the local elections in October, also more women ran for mayor than in the 2021 local elections. However, the figures remained low. Only 11% of the total number of candidates for mayors were women, and 23 municipalities out of 38 had no female candidate for mayor. In the end, only 1 woman got elected as mayor across Kosovo. In the election administration, the number of women nominated by political parties oscillate between 20 and 28, still below the 30% gender requirement in public offices. And while since 2009, the participation of women voters seems to have been in constant progression, according to statistics of the Central Election Commission, the number seems to plateau at less than 50%, and there is still a 10-point gap with male voters turnout during the same period. So today's event is meant to address those issues, the barriers to women's effective participation in the electoral process. And we will hear from prominent distinguished experts, activists, diplomats about their views, experiences, and perspectives. Çështja e përfaqësimit gjinor dhe fuqizimi I rolit të grave në jetën demokratike të vendit tonë mbetet një nga shtyllat kryesore të zhvillimit institucional dhe shoqëror. Dhe njëherësh, një përgjegjësi që ne si institucion e adresojmë vazhdimisht brenda kuadrit ligjor. Republika e Kosovës ka kaluar nëpër një ser procesesh zgjedhore të cilat kanë kontribuar në ndërtimin dhe konsolidimin e demokracisë sonë. Sot mund të themi me bindje se vendi ynë ka krijuar një përvojë dhe një praktikë të qëndrueshme në organizimin e zgjedhjeve, të cilat vlerësohen pozitivisht si nga vëzhguesit vendor ashtu edhe nga ato ndërkombëtar. Megjithatë, demokracia është një proces I vazhdueshëm. Gjithmonë ekziston hapësirë për përmirësim, për rishikim të qasjeve tona dhe për shtatje me ndryshimet dhe nevojat që sjell koha. Zhvillimet shoqërore dhe standardet bashkëkohore e ndërkombëtare. Në këtë drejtim, avancimi I përfaqësimit gjinor mbetet një prioritet I përbashkët që kërkon angazhim të vazhdueshëm nga të gjithë ne. Të nderuar të pranishëm, sigurisht se për një shoqëri që synon të ndërtojë dhe të forcojë themelet të qëndrueshme demokratike, proceset zgjedhore përbëjnë mekanizëm më të rëndësishëm për fuqizimin e demokracisë dhe pjesëmarrjes qytetare. Në kontekstin e përfaqësimit gjinor dhe avancimit të tij si institucion, jemi të përfshirë drejt për drejt në 2 dimensione kryesore gjatë organizimit të proceseve zgjedhore. Së pari, bëhet fjalë për zbatimin dhe garantimin e kuotës minimale prej 30% për pjesëmarrje dhe përfaqësim gjinor, ashtu siç e parasheh me legjislacionin në fuqi, dhe së dyti për përfaqësimin gjinor në trupat e administrimit të zgjedhjeve. Sa I përket kuotës gjinore, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka përmbyllur certifikimin e kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas të dhënave, nga 1080 kandidatë, 73.05% janë burra, ndërkaq 36.20% janë gra. Ndërkaq, sa I përket përfaqësimit gjinor në trupat e administrimit të zgjedhjeve, në mbledhjen e kaluar, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka emëruar anëtarët të këshillave të vendvotimeve që do të angazhohen në ditën e zgjedhjeve me 28 dhjetor. Nga 10.606 anëtarë të këtyre këshillave, 64.53% të tyre janë burra, ndërkaq 35.47% janë gra. Përqindjet e pjesëmarrjes së grave në trupat zgjedhore në të njëjtë kemi pasur edhe në zgjedhjet lokale para 2 muajve. Nga 14.353 anëtarë, 63.24% ishin burra, ndërkaq 36.76% ishin gra. Këto të dhëna tregojnë se ende ka nevojë subjektet politike t'i kushtojnë vëmendje më të madhe këtyre çështjeve dhe avancimit të tyre. Ndryshe, nga listat e subjekteve politike, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve nuk ka obligim
të drejtpërdrejtë ligjor për të garantuar kuotën minimale gjinore prej 30% në përbërjen e këshillave vendvotimeve. Megjithatë, në aktin nënligjor për themelimin dhe përbërjen e këshillave vendvotimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcaktuar këtë standard si pjesë e politikave pozitive dhe masave afirmative, me qëllim të avancimit të përfaqësimit gjinor dhe forcimit të barazisë në administrimin zgjedhor. Nga përvoja jone deri tashme, vlerësojmë se ka shumë hapësirë për të avancuar këtë segment të administrimit zgjedhor në kuptim të përfaqësimit të barabartë. Për fund, shpreh përkushtimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të kontribuar në mënyrë aktive në kuadër të përgjegjësive për avancimin e kësaj çështje me rëndësi të veçantë për shoqërinë tonë. Ju falenderoj. Për mua është nderë dhe kënaqësi që si kryesues i panelit zgjedhor për ankesa dhe për shtresa të jemi pranishëm në këtë tryezë të organizuar nga OSBE-ja për të diskutuar një temë që prek drejt për drejt cilësinë e demokracisë Kosovë e që është barazia gjinore në proceset zgjedhore. Pra, në Republikën e Kosovës, barazia gjinore është e garantuar me kushtetutë dhe me instrumente ndërkombëtare, të cilat janë të zbatueshme drejt për drejt në rendin juridik të vendit tonë. Kjo tregon se barazia gjinore nuk është thjesht një parim i shkruar, por një vlerë mbi cilën synojmë ta ndërtojmë një shoqëri demokratike të drejtë dhe funksionale. Shikuar në kontekstin e zgjedhjeve, barazia gjinore është parakusht për demokraci funksionale, sepse pjesëmarrja grave rrit besueshmërinë në procesin zgjedhor dhe forcon legitimitetin e institucioneve që dalin nga zgjedhjet. Përfaqësimi i barabartë dhe fuqizimi grave nuk është vetëm çështje numrash, por është çështje e përfshirjes së perspektivave të ndryshme të vendimarrjes dhe ndërtimin e politikave që reflektojnë realitetin e gjithë qytetarëve. Zbatimi i parimit barazisë gjinore në praktikë rrik transparencën, forcon besimin e qytetarëve në zgjedhje dhe përmirëson jetën publike në përgjithësi. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, por edhe ligji për zgjedhjet lokale, kanë paraqo mekanizma për të siguruar kuotën minimale gjinore për 30%, si një masë ligjore për të siguruar përfaqësimin e grave dhe të burrave në proceset zgjedhore. Do të kuptuar barazinë gjinore si proces gjallë dhe në zhvillim të vazhdueshëm. Aja duhet parë në ndërlidhje me ligjin për barazinë gjinore, që ka paraqo pra një kuotë 50-50 për përfaqësim të gjitha gjinive. Ne, si PZAP dhe si gjykatë, nuk kemi kompetencë apo jurisdiksion për të ndërtuar kuota të reja ose për të rritë çështjen e përfaqësimit të gjinor në proceset zgjedhore, por roli ynë është si institucione që sigurojmë që të zbatohen drejt dispozitave ligjore dhe kushtetuese që kanë të bëjnë me çështjen e respektimit të kuotës ligjore në raport me përfaqësimin në institucione. Në rast se vjen një ankesë në institucionin tonë dhe ka të bëjmë me çështjen e kuotës, atëherë ne përmes zbatimit drejt për drejt ligjit dhe kushtetutës do t'i ofrojmë garancione dhe zbatim drejt këtyre dispozitave që e garantojnë çështjen e kuotës gjinore. Përgjegjësia jone e përbashkët është që si institucione, si shoqëri civile dhe si partner ndërkombëtar është që të sigurojmë një proces zgjedhor në Kosovë të jetë i drejtë, hapur gjithëpërfshirës, duke krijuar kushte për secilën pavarësisht gjinisë në këtë mundësi reale, që pra këtë mundësi reale për pjesëmarrje dhe përfaqësim. Unë në këtë ditë të zymët me mjegull, në këtë periudhë shumë të zymët politike, në këtë situatë shumë të zymët edhe ekonomike dhe ekologjike, më lejoni që sot jem pozitive. Mbas 4 dekadash aktivizmi, unë sot po shoh ndryshime në temën që po flasim. Veç me kujtu vitet 90-ta, kur kemi qenë 12 organizatat grave, kishim shumë gra të afta, shumë gra të forta që ishin politikanë. Kishim burra edhe djemë që ishin bashkë me ne, luftonin bashkë me ne, jo vetëm në luftë, por po flasë edhe para luftës, që të ndihmojmë këtë popullat në situatën që ishim në kohën e okupimit, ndaqit në arsimim, ndaqit në shëndetësi e tjera. Do më thonë kemi qenë bashkë, gra dhe burra. Edhe mendja ime, si aktiviste, me njerë mas luftës, na gra do t'jemi
barabarta edhe në pushtetin që viste mas luftës. Po çka ndodhi? Unë ku erdhi me shumë paragjykime në Kosovë, që na jemi një shtet musliman, edhe s'kemi gra që mirën asë në shoqëri civile, s'kemi gra që jemi në politikë edhe na largun komplet mrapa. Edhe burrat tanë atëherë, tanë, sa mirë, tash na burrat pas keme udhëheq vetën. Edhe e kryun atë celulën e parë, që më vonë ishte qeveria, edhe gratë nuk ishin kërka. Na u shokum, edhe gratë politikë që ishin në dhejta, edhe na nga shoqëria civile, por nuk o dorëzohen, natyrisht, se aktivistët, feministe nuk dorëzohen, gjithmonë luftojnë që ta arrijmë atë që dëshirojmë. Mbas kvotave, i kishim gratë që u futën në parlament, se besoni mos ishte që e kvota tërë, gratë s'kishin mundësi as me kalu pragun e parlamentit. Mbas kvotës, kishim 30%, fillimisht nështë ajo 30%, po gratë akoma ishin ashtu. Nuk diskutonin shumë në parlament, sepse ndinin vetën kvotë, ndinin vetën një numër, edhe ishin shumë jo aktive në fillim. Punuam shumë me votuesit, duke punuar jo vetëm me gratë, po dhe me burrat. Edhe ju e keni pa, të nderuar, sa shumë ndryshime janë bë para 2 zgjedhjeve të fundit. Keni pa sa shumë gra dhe burra, jo veç gra, po gra dhe burra kanë votu gratë. Kur nuk ka rënë një fushat që bëm në Sirjet, edhe shkonim çdo vend, komunat vogla, bisedonim me qytetarët, ka qenë një fushat quajtur votoni për gratë, kur nuk ka rënë një burr në rrugë, duke bisedu me te, thash, i ke 5 veta në listë, votoj 3 gra. Tha, pse zoja Rogova 3 gra, do t'i votoj 5 gra. Do të thonë, ajo përgjigje ti nuk ishte falso. I kishte ardhur deri këtu me premtime, edhe tha, unë du mi votu gratën dhe mi ju dhon shansen grave. Kosovo is a country of optimism. For instance, ahead of the elections, all the parties are convinced they're going to win big time, but there is a deeper optimism in this society, which I really appreciate. And Brikenda, you were also, there was an echo to, when I arrived a bit more than 3 years ago in this country, I thought, oh wow, there are so many strong women visible in this country. And then I realized that in order to be visible in this country, you really have to be an extra strong woman, because you're not helped. And that's one of the reasons why when I arrived, we have as ambassadors to sort of define our plan of actions, and I put feminist diplomacy as one of our priorities. Before coming to that, just want to, as a background, France, my country, has been spearheading on human rights in the history. But sometimes, you know, when you're leading in a competition, you sort of be a bit complacent. And when it comes to women's rights, my own country was very late compared to others when it comes to voting rights and abortion. But we're fighting back, and again, I think we are pretty much spearheading. We were one of the last countries to allow for abortion in Western Europe. I think we were the very first country, and if not the very first, one of the few countries that have put the freedom of abortion in our constitution. We were, as I said, late in giving the voting rights to women, shamelessly late, actually. But I think we've changed also our constitution, I might come back to that, to allow for, we don't really like the expression positive discrimination in French, but it's actually what we're doing. And that's been an evolution, I think, in the French society in the 90s that has allowed us to catch up
with countries that were more advanced than France when it comes to women's rights, not just the political rights, all rights, because as you said, the political rights is only one facet, one side of a bigger picture.